Në fillim të vitit 2023, në Bashkimin Evropian jetonin 27.4 milion persona që nuk ishin qytetarë të Bashkimit Evropian, sipas të dhënave të Eurostat. Monitor shkruan se shqiptarët renditen në vendin e 9 me rreth 2.3% të totalit të huajve që jetojnë në Bashkimin Evropian, pas Indisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në Bashkimin Evropian, sipas Eurostat, jetojnë rreth 630.000 shqiptarë, duke përjashtuar Greqinë. Kjo është e barabartë me 26% të popullsisë që jeton në Shqipëri, duke na renditur të parët në BE në raport me popullsinë sipas të dhënave të përpunuara nga Monitor. Nëse shtohen edhe ata që jetojnë në Greqi, që janë të paktën 400.000 persona, shifra e kalon 40%. Në nivele të larta është edhe Kosova, që renditet e dyta për shtetasit që jetojnë në BE në raport me popullsinë përkatëse me 25.7%. Të dhënat të tjera të Eurostat bëjnë të ditur se në vitin 2023 u dhanë rreth 75.000 lekë qëndrimi për shtetasit shqiptar nga vendet e BE-s. Në 2022-2023 janë dhënë gjithsej 154.000 lekë qëndrimi për herë të parë, që nga viti 2008, kur Eurostat raporton të dhënat, kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë rreth 920.000 shtetas shqiptar. Ikja në vendet e BE-s është një nga arsyet kryesore e rënies së ndjeshme të popullsisë. Instat gjeti në censin e fundit se popullsia e vendit është reduktuar me 420.000 persona në raport me censin e mëparshëm të vitit 2011.